O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala kur i përshkruan skenat pikëlluese dhe trishtuese të asaj dite, tregon se do të ketë një moment kur njeriu do t'i kafshon edhe gishtat e tij për frikë dhe trishtimi. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." E atë ditë zullumqtarët do t'i kafshojnë gishtat e tyre dhe do thon: "Ah, të mirët ne, pse nuk e ndoqëm rrugën e Muhamedit, pse nuk e morëm shembull dhe irnek në jetë Muhamedin të birin e Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alejh. Pse e mora shembull dhe irnek në jetë filan këngëtari dhe filan artistin, që u ju robër të Allahut, më së pakti ata na pengojnë nga rruga e Zotit, nga namazi i akshamit edhe namazi i yatsis. Ja waylatana, ja lejteni, lam attakhidh fulanan khalila, ingrati unë, si kur filanin mos e kisha bë shok. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, me të vërtet ai më devijoi nga rruga e Zotit pasi që më erdhi ajo. La ilaha illa Allah.